kaloj viroza apo fëmia jote është ende i këputur, mos u shqetëso sepse është diçka normale. Pas një gjendje virale, me ose pa temperaturë që përfshin në rrufë, teshtima, koll, temperaturë e lartë ose jo, tek fëmijët, sikundër dhe tek ne të rriturit, kalon një gjendje debulese, një gjendje këputje, një gjendje pa fuqie dhe ulje oreksi që është shumë e shprehur. Nuk të shkon mendja fare të ushqimit, njëjta gjë përjeton dhe fëmia. Si mundeni ju si prindër që ti prezantoni sa më shumë ushqimet, duke ja bërë sa më interesante, duke ja bërë ndonjëherë në formë ndonjë kasate të ftohtë, duke ja dhënë shpeshherë në dorë, duke ja dhënë shumë herë dhe nga pak, duke mos u munduar që ai ta mbarojë atë porcionin e pjates që ju keni përgatitur, sepse nuk do ta bëjmë, besoni, ju ndoshta dhe e dini këtë gjë sepse e keni provuar, por ai nuk do ta bëjë se nuk do t'i hahet. Por nëse ai është aktiv, luan, nuk është si ditët e tjera, por ama gjendja e përgjithshme nuk është e keqe, mos u tremni. Mjafton që t'i jepni shumë herë dhe nga pak ushqime, sa më shumë fruta, perime, portokalle, mandarina kanë shumë vitamin C dhe ndihmojnë shumë që të kalojmë sa më lehtë këtë virozën. Mund t'i bëni çajra të bëra vetë, sepse janë shumë të shëndetshme. Normalisht në porcione të mëdha, për fëmijën mbi 1 vjeç mund t'i jepni mjalt, se është shumë e mirë dhe i bën shumë për imunitetin. Gjithashtu mundoni që porcionet e ushqimeve të jenë të vogla, pra shumë herë dhe nga pak. Nëse ju e shikoni që kjo këputja zakonisht zgjat 10 ditë, ja dhe 2 javë, nëse zgjat më shumë ose vjen re diçka jo të zakonte fëmia, normalisht duhet të vini tek mjeku për ta vlerësuar. Ju përshëndes.